Medreseja Isabeu dhe abrogimi I vendimit për themelimin e shkollës së mesme private nga ana e gjykatës kushtetuese ka përplasur partitë politike shqiptare. Ish kryeministri teknik, tani deputet Talat Xhaferi në një prononcim për televizionin Shenja, duke folur për këtë çështje, tha se vendimi I marrë nga qeveria në periudhën kur ai ka qenë kryeministër është në përputhje me të gjitha ligjet, sepse siç thot, para se të merrej vendimi, subjekti juridik, në këtë rast Bashkësia Fetare Islame, ka përmbushur të gjitha obligimet ligjore për themelimin e shkollës së mesme private. Duke cituar nene nga ligjet në fuqi, Xhaferi thot se çdo subjekt juridik I huaj ose vendor apo person fizik ka të drejtë të themelojë shkollë të mesme private nëse përmbush obligimet ligjore. Mendimet pozitive të gjitha institucioneve përkatëse sipas ligjit për shkollim të mesëm rezultojnë me të drejtë, me verifikim të së drejtës së Bashkisë Fetare Islame si person juridik I cili thirret në atë bazë të themelon shkollën medrese dhe mbi atë bazë është dhënë vendimi për themelim të shkollës medrese Isabeu Shkup. Dhe çdo moment që Bashkia Fetare Islame këtë kërkesë ka bërë për nevojat të veta. Koalicioni Vlen, nga ana tjetër, vazhdon të insistojë se Xhaferi dhe BDI këtë veprim e kanë ndërmarrë për përfitimin e pikëve të ulta politike. Megjithatë, thonë se Vleni është angazhuar për gjetjen e zgjidhjes ligjore afatgjate, me të cilën ky problem do të mbyllet një herë për gjithmonë. I kanë mashtruar drejtuesit e medreses, si dhe nxënësit dhe opinionin e gjerë, se gjoja e kanë akredituar medresen Isabeu. Në të vërtet, ata e kanë bërë regjistrimin e medreses si gjimnaz I përgjithshëm, pa e vrarë mendjen se ajo shkollë ka një listë e lëndëve fetare dhe një traditë 40 vjeçare në atë frym. Si pasojë e këtij vendimi skandalos, le që e kanë ekspozuar medresen në Kosovë vendimet të gjykatës kushtetuese, por edhe kanë dëmtuar procesin edukativ arsimor në këtë shkollë, nga se nxënësit e regjistruar në atë program tashmë janë zyrtarisht nxënës të gjimnazit. Nga Vlen thonë se për këtë janë njoftuar edhe zyrtar të Bashkësisë Fetare Islame, respektivisht medreses Isabeu. Akuzave të Vlen u është përgjigjur vetë Talat Xhaferi. Ai siguroi se vendimi nuk është marrë në asnjë moment për pikë politike. Në pamundësi që të mbrojnë një të drejtë të nxënësve, të cilët edhe sipas kushtetutës, por edhe sipas ligjeve përkatëse kanë të njëjtin status si nxënësit e shkollave tjera shtetërore komunale që funksionojnë në vend. Kështu që kjo çështje mendoj që është absolvume dhe çdo koment tjetër politik është vetëm se mbi bazën politike për t'i dhënë ngjyrë pamundësisë për të mbrojtur një të drejtë të qytetarëve. Ndryshe, për abrogimin e vendimit qeveritar nga gjykata kushtetuese ka reaguar edhe Bashkësia Fetare Islame. Në reagimin e tyre, thuaj se para gjykatës kushtetuese kanë iniciuar procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së nenit 7 të ligjit për arsim të mesëm, me të cilin nuk lejohet mësimi fetar në shkolla të mesme, me arsyetimin se ai është në kundërshtim me amandamentin 7 dhe nenin 22 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, I cili çdo qytetari I garanton lirinë dhe mundësinë për arsim fetar në shkolla fetare.